Do të flasim së pari për mjedisin, pasi kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar një reformë të thellë edhe në fushën e mjedisit. Ai thotë se Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve do të shkrihen në një, ndërsa për pyllëzimin dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbra do të kontribuojnë edhe ndërtuesit. Mjedisi po duket të jetë kapitulli më i vështirë i negociatave të antarësimit. Sfidat e këtij grup kapitulli nuk i fsheh as kryeministri Rama, i cili lajmëron se edhe për shkak të procesit të negociatave do të nisë një reformë që do të përqendrohet tek pyjet dhe zonat e mbrojtura, të cilat nuk do të menaxhohen më nga dy agjenci të ndryshme. Do duhet filloj nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave. Dy sfida të tjera, siç janë zjarret dhe shtimi i hapësirave të gjelbra, kryeministri mendon të zgjidh duke rritur mbështetjen financiare dhe duke përdorur teknologjinë. Po angazhojmë burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes pyllëzimeve me dron. Në forumin për ty natyrë, Edi Rama u ndal dhe tek zonat e mbrojtura që nëse menaxhohen, thot ai, si duhet, do të sillin të ardhurat për komunitetet dhe këtu sjell shembuj konkret. Syri 4, Kuna e Vajini dhe Mali Dajli. Sistemi i menaxhimit elektronik të ardhurave ka sjell një hop cilësor. Pavarësisht përplasjeve në vepra të ndryshme publike, Edi Rama nuk haron të falenderojë ekologjistët që me presionin e tyre kanë ndihmuar, siç thotë, qeverinë për vendimarrje të dobishme.